Edhe nënës teme, gjyshës, gjithë familjarëve kanë thënë që ose shkonin për Shqipni, ose mytnin ndrinj. Gjithsej për 113 vranëve, 39 janë të familjes shqipe. Po organizatorët kryesorë të masakrës tonë, fshatit tonë kanë qenë serb lokal banor të fshatit Krushevogël. Dikush u djeg për zhalli, e dikush ka pas fatin që me vdek për plumbit, në atë të merë që ka ndodhë. Edhe kjo është ajo që neve na mundon çdo ditë, edhe jetoj me dhimbje edhe minimal që kur s'ka moshu, derisa të vdesim. Jam Ermal Sheo, banor i fshatit Krushevogël, edhe përfaqësues i fshatit Krushevogël. Data 26 mars është një datë të merre për fshatin tonë që ka ndodhur para 26 vite. Në fakt kjo ka filluar me 24 mars. Ditën kur NATO ka filluar bombardimet ndaj Serbisë, ish Jugosllavisë, banorët e fshatit serb atko bashkë me ushtrinë serbe, policinë serbe, paramilitarët e kanë atakuar gjithë fshatin. Edhe për 2 ditë gjithë fshati ka qëndruar në fund tek shtëpia e Sedi Batushës. Edhe aty jemi konë 2 ditë i gjithë fshati mbledhur dhe me 26 mars. Me datën 26 mars ka ndodhur ajo një masakër për përqindjeve më të mëdha në Kosovë, fshatit Krushevogël. Burrat, djemë të ri, pleq, fëmijë janë ndarë prej nanave, prej baballarëve, fëmija, edhe i ka nda gjithë. Pastaj, edhe nënës teme, gjyshës, gjithë familjarëve kanë thënë që ose shkonin për Shqipni, ose mytnin ndrinj. Edhe 113 banor të fshatit i kanë fut me një shtëpi ku janë 2 dhoma, edhe të këtë masakër e kanë bo banorët e fshatit Krushevogël. Normal ndihmuar nga policia serbe, nga ushtria serbe, mirë po organizatorët kryesorë, edhe që dihen me emra, mbi emra, edhe që sot jetojnë ende të lirë, jetojnë në Beograd dhe në Serbi, ndoshta edhe në Kosovë, mirë po organizatorët kryesorë të masakrës tonë, fshatit tonë kanë qenë serb lokal banor të fshatit Krushevogël. Edhe i kanë fut aty 113 martirt, edhe kanë godit me pushka automatike, dikush po thonë për fat keq ka pas fatin me vdek për plumbit, se dikush u djeg për zhalli. Pasi kanë përfundu gjuajtjet me armë, e kanë gjujt një lëndë djegse dhe i kanë kallë gjithë. Dikush u djeg për zhalli, e dikush ka pas fatin që me vdek për plumbit, në atë të merë që ka ndodhë. Edhe prej 113-ve kanë pështu 6. Kanë ikë, do më thonë, kanë pas fatin e mirë që kanë pështu prej asaj masakre edhe kanë tregu të merrin që kanë përjetu. Pasi i kanë vrarë dhe i kanë djegë gjithë aty që kanë qenë, banorët e fshatit, me ushtri, me polici, kanë marrë, i kanë fut në për kamiona, diku i kanë gjujt, thuhet që i kanë gjujt ndrinj, diku i kanë gjujt që kemi raste që kemi gjetë në poligonin e FSK-s në Prizren. Edhe sot e asaj dite, 26 vite tash bëhen nesër masaksisht, 60 për tyre i kemi ende zhukur, nuk i kemi varët e të gjithëve. Edhe kjo është ajo që neve na mundon çdo ditë, edhe jetoj me dhimbje edhe minimal që kur s'ka moshu, derisa të vdesim. Mirë po dhimbja bëhet edhe më e thellë, edhe padrejtësia që vazhdon të jetë personalisht ndaj meje si babi që kom zhdukur, mirë po gjithë fshatit që asnjë kriminal i vetëm nuk është dënuar për këtë masakër. Është dënuar i vetmi ka qenë Darko Tasić, i dënuar me 22 vite, mirë po gjykata e apelit ja ka zbritur në 11 vite. Edhe Darko Tasić, bashkë me vllavin Sveta Tasić, me gjithë që dihen me emra me mbi emra, e din ku ku fomën e babit tem, ku fomën e gjithë martirëve tjerë të fshatit. Sepse kjo është dhimbja, edhe kjo është padrejtësia që i bëhet neve banorëve, familjarëve, po gjithashtu edhe gjithë Kosovës, popullit Kosovës, sepse ata kanë shku për liri dhe pavarësi. Edhe kjo është më dhimbshme për neve që edhe 26 vite ne nuk i kemi kufomat, mirë po nuk ka drejtësi. Sepse gjithë banorët e fshatit, ata që kanë mbijetu edhe që kanë përjetu e din që masakrën e kanë kry forca serbe ndihmuar nga banorët lokal, dihen me emra, me mbi emra, edhe ata janë të lirshëm sot jetojnë si mos më ndodh kërgjë hiç. Përveç babait, unë në kohën e luftës i kam pas 2 vjet, 3 vjet i kam mbush në Shqipëri, i kam edhe 39 anëtar të familjes Sheo. Më thënë gjithsej për 113 vranëve, 39 janë të familjes Sheo. Kam djemë të Axhës, Axhallart, djali i Axhës ka qenë më i vogli, Xhelali i cili ka qenë mosh 13 vjeçare, mirë po ka qenë i zhvilluar me trupe edhe e ka nda nga nona. Më thonë 13 vjet ka qenë Xhelali, më i ri gjithashtu edhe
Marcel Hajdari ka pas 12 vjet, nuk e kanë kursyer as fëmijën, as plakun, as kërkon hiç.